për shkak të një biografie të jashtëzakonshme të saj, një kontribut të jashtëzakonshëm që ka dhënë drejtim të mbrojtjes së drejtave të viktimave të luftës, dhe mendoj që është një person me integritet, me kredibilitet të pakontestueshëm, dhe autoritetet e tilla mendoj që duhet të prodhonin një konsenzus politik për brenda të spektrit tonë politik. Keni çuftesë opozitës për Po, ata janë të lajmëruar në kuptimin proceduror çdo gjë është në rregull, tash po shpresojmë që edhe ata do të bashkojnë gjiten një figurë të cilën ne mendojmë që i ka të gjitha tiparët që i kërkon një president. Në takimet e mëjashme që ka pasur zotë Kurti në PDK? Deri më sot ka pas përfolje, po nuk është që është përmend kështu si emër rreth të cilit është negociuar ose është dialogu. Pra, pritet që sot të përfundoj apo do të tentohet edhe nesër? Po ne tash po provojmë seancën e parë dhe varësisht prej dinamikave që zhvillohen në votim, të shohim se si do të përfundoj. Shpresa, urimi janë gjitha që të kryejnë sot, por kjo nuk varet vetëm prej nesh, varet edhe prej participimit politik të opozitës. A jeni optimist ju që do të zgjidhni çështjen e presidentit apo do të shkojë vendin e zgjedhjes sipas krejt rrethonave aktuale? Figura e Feridës për mua ma prodhon automatikisht një optimizëm. Por ka njëherë në politik po shohim edhe sjellje irracionale. Kështu që optimist jam, po kjo nuk është garancë që megjithatë opozita do të sillet. Pse Hatixhe Hoxha ka qenë kandidate për deputete nga vetëvendosje? A është kjo emër konsensual, megjithatë i përket të kaluarjes me vetëvendosje? Po, megjithatë duket që Feridja mund të ketë disa përparësi të cilat në garën për president e bëjnë me favorit në kuptim të përkrahjes me votë. Ka pranuar ajo që të jetë në listë, keni diskutuar, cili është optimizmi i saj, keni grumbulluar? Unë nuk kam diskutuar me të, nuk kam informata më tepër, nuk kam diskutuar direkt me të, është propozim që ka ardhur nga kryeministri, nga eksponent. Është kalkulim për të gjetur zgjidhje apo thjesht për të u arsyetruar apo justifikuar siç kritikon opozita? Jo, përbes unë një mend besoj që figura e Feridës është figurë e pakontestueshme në kuptimin e kredibilitetit dhe integritetit, me një bagazh të jashtëzakonshëm profesional, me kauza 8 fisnike që kanë mbrojtur të drejtën e luftës sonë, dhe nëse edhe në këtë figurë opozita gjen shible që thot populli, atëherë më të vërtet nuk di çfarë zgjidhje tjetër mund me dhënë përpose rrezikun që ne mund të futemi në një spirale të re krizash, të cilat të vështirësojnë edhe funksionimin institucional në kuptimin e kapacitetit të plotë, më dyshë qeveria vazhdon të funksionon. Pse nuk bëhet propozimet e tilla më herët për tash? Po tash më duket që ky është proces, vetë fakti që ke ti një afat kushtetues për 60 ditësh, kjo do të thotë që ti je në rrëbjekje të vazhdueshme me gjetë solucione politike dhe me gjetë figura që prodhojnë konsensus. Për sa kohë keni diskutuar me zonjën Feridë? Më tepër tash më tepër s'di më thon. Tash po presim procesin si po zhvillohet. Çfarë kanë dëgjuar në kryetarin e vendit,